Musiki cili njerëzit e këqij dhe mos të qiro të rish me ta. Sepse zemra e tyre mendon për grabitje dhe buzët e tyre thon se do të bëj të keqen. Shtëpia ndërtohet me dituri dhe bëhet e qëndrueshme me maturi. Me dijen mbushën dhomat me loj të mirash të çmueshme dhe të pëlqeshen. Njeriu i urtë është plot forcë dhe njeriu që ka ditur i rrit fuqinë e tij. Sepse me këshilla të urta do të mund të bësh luftën tënde dhe në numrin e madh të këshilltarëve është fitoria. Dituria është shumë e lartë për budallan, ai nuk e hap kur gojën të porta e qytetit. Kush mendon të bëj keq do të quhet mjeshtër intrigash. Synimi pa mend është mëkat dhe tallësi është një neveri për njerëzit. Po të mos kesh gugzim ditën e fatkeqësis, forca jote është shumë e pakët. Çliro ata që po i çojnë drejt vdekjes dhe mos u mënjano nga ata që janë në prag të thërjes. Po të thuash janë nuk e dinin, ai që peshon zemra ta nuk e shikon, ai që ruan shpirtin tënd nuk e di val. Ai do t'i jap secilit simbas veprave të tij. Biri im ha mjaltë sepse është i mirë, be ojën e mjaltit sepse është e ëmbël për qiellën tënde. Kështu do të jetë njoja e diturisë.
për shpirtin tënd. Në rast se gjen do të ketë një të arme dhe shpresa, jote nuk do të shkatrohet. Oj pabes, mos ngre kurth e kundër banesës së njeriu të drejtë. Mos shkatro vendin ku ai pushon. Sepse i drejti bie 7 herë dhe ngrihet, kurse të pabeset përmbysen në fatkeqësi. Kur armikujt bie mos u gëzo, kur është shtrirë për tokë zemra jote, të mos gëzohet. Që Zoti të mos e shoh dhe t'i vi keq në sytë e tij dhe ta largoj zemërimin e tij prej tij. Mos u zemëro për shkak të atyre që bëjnë të keqen, dhe mos i ki smir të pabesës, sepse nuk do të ketë arme për të keqin. Jamba e të pabesve do të fiket. Biri im, ki frik nga Zoti dhe nga mbreti, dhe mos u shoqëro me kryengritësit. Njerimi tyre do të vi pa pritmas, dhe shkatërimin e të dy palëve kush e njeh. Edhe këto gjëra janë për të urtët, të kesh para gjykime. Në gjykim nuk është mirë. Të që i thot të ligut, ti e i drejt, popuj do t'a mallkojnë dhe kombet do t'a urejnë me neveri. Por ata që ndëshkojnë të ligun, do të gjejnë pëlqim, dhe mbi ta do të vijë një bekim i madh. Ai që jep një përgjigje të drejtë, jep një të puthur mbi buzët. Vër në vi punët e tua të jashtme, vër në regularat e tua, dhe pastaj ndërto shtëpin tënde. Nëse shmo parsye kundër të afërmit tënd, dhe mos gënje me buzët e tua. Mos thuaj, ashtu si ma bëri mua, kështu do t'ja bëj edhe unë, do t'ja kthej si mbas sjelljes së ti. Kalova prana rëses për ta citë, dhe pranë vreshtit të njeriut që s'ka mend, dhe ja ku do rriteshin ferat, ferishtet e
ishte shembur, duke parë këtë u mendova me kujdes. Nga sa pash, nxora një mësim, të flesh pak, të dremitesh pak, të rish pak me duar në ije për të pushuar. Kështu varfëria jote do të vi si një vjedhës, dhe skamja jote si një njeri armatosur.